Unë kam qenë e martuar, po I kam 2 fëmijë, ato dashuritë të mëdha dhe të përfundoj me një ndarje, kështu që ne jemi prapë se prapë prind të atyne 2 fëmijëve. Sa e ke pas vështirë me u kujdes për fëmijët? Po e kam pas, të vështirë e kam pas sigurisht, po ka qenë obligim I joni se na I lindim, fëmijët nuk na lindin ne. Apo na tregon cili u kon momenti më I mirë për ty? Momentet më të mira për mua është kur kam qenë fëmijë, me prindët e mi, kemi pas një jetë shumë të mirë, edhe krejt edukimi jam, e përgjithësia ndaj çdo hapi që e marr, është prej edukatës të prindëve të mi. Sot mungon ajo kohë? Po mungon shumë ajo kohë. Mungojnë edhe prindë nëherë na ikin ma herët, edhe na mungojnë. Gjise babai mu ka ik ma herët, ka vdek, ndjerë pas, kurse nanën e kam. Cili u kon momenti më I mirë ose fjala më e mirë, këshilla më e mirë që babi ty ta kalon? Po këshilla më e mirë ka qenë që të jemi të shkollohemi, të edukohemi mirë edhe të kontribuojmë për vendin tonë. Nasi vendi jonë kohë të gjatë ka qenë I robnum, kështu që avansimi sidomos aje I ka shty shumë, si ka qenë edhe edukator, edhe drejtor, që femnat të shkollohen sa ma shumë. Apo mendon që e kanë edukatën fëmija, tash rinia që babi ose kur je kon më e vogël kanë eduku ty? Jo, mendoj që çdo familje, çdo prind mundohet me bo më të mirën për fëmijët e vet. Tash I shohim që fëmijët janë mjaft inteligjent, janë mendje hapun. Ti a je martuar? Unë kam qenë e martuar, po I kam 2 fëmijë, të cilët I kam eduku mirë, edhe kjo është knaqësia më e madhe. Mia, a kanë marrë edukatën që ti ja u ke dhënë? Po sigurisht që po. A kanë respektin në njëjtë që ti e ke pas? Po respektin gjithsesi. Sot bojnë krenar fëmijët tu. Fëmijët e mi bojnë krenar që çdo fryme ime përmbushet për ta. Gjithçka bota ime janë fëmijët e mi, e sidomos që tash nipi. Nipi, ti e bë dhe gjyshe tash. Unë jam bë dhe gjyshe, edhe pse po duk në e re. Komplimente shumë bukur. Faleminderit. Cili u kon arsyeja shkaku që ti e ndo me bashkëshortin? Oh, këto arsyet janë publike, kështu që nuk flas për ato, është një faqe e mbyllur, janë sende në jetë ndodhin dashuritë e mëdha, por ndodhin edhe ato dashuritë të mëdha dhe të përfundojnë me një ndarje, kështu që ne jemi prapë se prapë prind të atyne 2 fëmijëve dhe të dytë ja u dëshirojnë fëmijëve tonë më të mirën. Sa e ke pas vështirë me u kujdes për fëmijët? Po e kam pas, të vështirë e kam pas sigurisht, po ka qenë obligim I joni se na I lindim, fëmijët nuk na lindin ne. Çdo fëmijë që vjen këtu edhe unë edhe ti jemi të pafajshëm në këtë botë. Jeta është luftë, po atë luftë duhet ta përkthejmë me fitore, të cilat janë synimet tona dhe objektivat, qoftë familjare, qoftë shoqërore e kështu me radhë. Faleminderit shumë. Për shkak kam orën këtë Rolex, jo që do me reklamë mu, po për shkak kohën kur se s'kam mujt me bleje. Kohën s'kam mujt me bleje, orën ku mundesh me bleje? Po, orën po. Po me të ka thu drejtë orën këto e kam blenë në pazar. Do të euro. Do me thonë këtë shtrajt. Po, do këtë shtrajt këto me me shit për dukat e morën fjalë. Të kisha pas një shtëpi teme, për shkak nesër mas nesër kur jam punë më martu me pas një shtëpi teme, një garë teme. E tash a je me qira apo? Jo, jam shtëpi teme, po adem kur jam puna mundov me vllaznin llak. Kam qef me konë e guta. Përshëndetje, çfarë rendimi ki? A mendon që duhet për me shpenzu shumë për me ble diçka të shtrajt? Po morë çka blejmë për shembull e kam morën këtë Rolex, jo që do me reklamë mu, po për shembull kohën kur se s'kam mujt me bleje. Kohën s'kam mujt me bleje, orën ku mundesh me bleje? Po, orën po. Pa I tash s'm ka kushtu ku me di sa shtrajt, po adem s'ka kushtu, adem speshon. Sa u kon çmimi ja përsëri? Po me të ka thu drejtë orën këto e kam blenë në pazar. Do të euro. Do me thonë këtë shtrajt. Po, do këtë shtrajt këto me me shit për dukat e morën fjalë. Pe herë morën.
E në cili vend e ki ble? Prishtinë apo? Po, në të treku i Gjelbërt. Te Tregu i Gjelbërt. Në me thonë mujnë me shku me ble kush është A ka interesuar. pas rast pas neve që t'ka thonë e ki dukat, a veç na? Jo, ka pos edhe tjera, për shembull, ka pos shoqni kështu atë fëmijë e pas që ishte okay atë. Ajo ki tregu shoqënisë të vërtetën sa e ki. Jo, qere, unë për shembull të mirë të keq që i tham njerëzit atë realitet, flas atë nuk rrej atë pazar. Pazar. Atë nalbin mal atë. Se me rrejt, a i njërin e rrejt, për të mollin së të në rrejt, për ti. E nëse të kisha mundësia me e ble një ma shtrejt, a i kështë? Po qere, nëse të veç e ble me atë me kaltu lëks, aja është atë një nivelli tërë të në menaj. Se, unë për shembull nuk jam që shit në për shembull që kam as s'kam atë. Po, unë njëna krenar me ato që e kam, atë. Edhe ke dy janë me pas, atë nuk peshon për Po shembull. diçka që të mungon njërë. A ka diçka? Po i tash e Që një ku të kisha pas që ta kisha pas që shtë. njëre kur s'është ngit Me kur gjuh. me kur gjo, aden ke dy janë me post, kallëzoa nuk është ngit. A ka diçka ti që kisha thonë të kisha pas që? Të kisha pos. O qa ka vare për shembull qef me pos një tem, veç një shtëpi teme, për shembull nesër mas nesër kur jam punë më martu me pos një shtëpi teme, një kërë temin. E tash a je me qira apo? Jo, jam shtëpi tem, po adem lodh, po mënaj kur jam puna mundoh me vllaznin lak, kam qef me kone E qka luta. nëse të dojnë vazni ati ki me i majtë prept? Okej, moj, pse jo? Pse në unë do me i lu prept? Qëra nuk... O për shembull e menaj se cili me mujt prind ka 3 muj për shembull. Me ren. Se me fëmit prind pa menaj së një ndoj për vete, se në për shembull nonën e du pak ma shumë se bo edhe pse s'ban mi ndo, po adhen E gjenë rahatina është na ma Po. shumë të nona. për shembull nona flen në zemrën tem, unë e menaj se e di se E a kështë mujt me ndo nonën 3 muj me lonë? Në 3 muj të mone, 3 muj të vlavët. për shembull unë në gurbet jam kon në Kroaci 3 muj dit. 3 muj. Edhe që nisha mungesën e nonës që i më këthy një dy jo ma herën t'i Kroaci, se i më konë sezonal edhe E nëse të kishtë do në gruja s'po muj me jetu me prende tu. po i ves kuj ki ti prende tua, edhe në kuj ki, a i ki Ajo ndonë, thot o prend o s'ko heq. i s'ko heq, aden, i thonë shko të prende tua. Bravo. Se nesër mas nesër, aden, e vlodi jem o banë mu të njëjtën, aden, kor ma këthejet, aden, Normalisht. E. A ki diska mi o thonë prende tu? që i du shumë, i vlerësoj shumë, kërkoj folën, ashta në herë ju kom bo mu një keq, po Cili u kun na i herë, a e mbon me na i diçka që i ki bu mundi shumë keq ata? qëre prende mije janë një keq veç një herë njetë kur unë jem sëpërau, kur jem konë i shtritën në spital. Qka ki pos? E kom pos një infekcion në true, edhe dysheshen që kam tumor ose kancer, edhe sot kur e menaj, se o lot po më rrje dhe në falni se aden për në me nona hek shumë, aden apet boba ma o të qysh pa. Tash je mirë. Tash shëshirë elhamdulillah për Allahot malë, shnash jam me jetë sejci me punu pënaj, aden jam gjendje, vetë hypin autobus pa mujtë kërkosh. E shumë mirë, që pri Zotit që je mirë. Që ato, aden nina keq, po shëshirë, tash shëshirë jam shnash, me men kryjëm, elhamdulillah. Tënat mira. Tënat mira. Unë menaj që i kam bërë Zotit shumë, se për shama ma ka jep shëndetin, edhe jem gjendje me punua, edhe për fat keq që nuk jam praktikus i rregullt i namazave, për shama, gjumon e foli për shembull, po këto vaktet tjera herë e foli, herë se foli për Pse? kjo. Pse si falë krejt kohë të namazit? Se, Nuk i kohë? jo, kohë kam, se për shama nuk mëret njëri me thonë, kam punë, mi thonë namazit kam punë s'me falë, po do të kondërtën, aden. Se na kem, e moj me një plak më pa thonë në gjami një faragjie, po se po ta taku më atë, e moj me, si se tha, ti ki nevoj për Allah, jo Allah për ty. Normalisht, se je robi ti. Po, E jam. tash, a jetu e praktiku? Po, tash e praktikoj, aden gjumë unë, akshoma, dreka, ikindia, përveç sabojt, për fat keqe, pse saboj është namazi ma Kryesori. kryesori, ndërt kryesori, se është namaz. Unë për në me, për shembull, namazi është ushqimi i shpirtit, i zemrës dhe i mendjes. Çfarë mendimi ki për persona që nuk besojnë?
Po qëre, aden, punë ty nësën përzina, aden se një shpreje kanë shqiptarët, aden njerëzit e hojnë pukën e vetë e këshirin punë të huja, unë punë të huja së në këshiri, a vete, edhe shtë se cilë aden, pa i mirë me besu, aden, po, inshallah, Allah i lëzën me menden që me besu në kryusin, se e që i shkel kryesat e mohën edhe kryusin, a vete. Na shpresojmë shumë që ty Zoti me trujtë me ta falë shnetën e krejt mirat dhe të falenderoj Amen. shumë që ndove ku me neve. Faleminderit. Jo, Kalof e që mirë. nalet e inshallah keni të gjitha të mira. Amen, kalosh mirë tonë. Faleminderit.